një nga kështjellat më të bukura të Portugalisë, Moorish Castle në Sintra të Portugalisë, diku 40 minuta nga Lisbona. Kjo është kulla kryesore, pamja nga kalaja është e jashtëzakonshme. Shifeni me muret arabe të ndërtuar nga marokenët në mes të një pylli spektakolar. Është ndërtuar në shekullin e 10, nëse e shef pjesa e sipërme është shumë e bukur dhe vjen me gjithë muret poshtë. Thash dhe pamja. Arabët e dominuan Portugalinë dhe Spanjën për të paktën 6-7 shekuj, duke qenë një nga pushtimet më të mëdha dhe më të rëndësishme të tyre në Europë. Po si vihet deri këtu, po ju tregoj pak pamjen, shumicën pa koment sepse është manitë se më rritet deri këtu. Çfarë mrekullie, gjitha ta shohësh është kryevepër. Tu hyrë tani, qofim brenda. Këtej rruga nga vjen për të vazhduar në kështjell. Shumë e çuditshme se sigurët janë komplet të shkëputur, pra nuk është strukturë shkëmbore, po janë gurë të veçantë. Edhe hyrja e kështjellës, ndërtuar në shekullin e 10 thoshte, kur marokenët, fakt arabët, më shumë kontrollonin gjithë gadishullin iberik, duke përfshirë Spanjën dhe Portugalinë. Struktura e mureve është ajo që ka qenë e vjetra. Ndërtime tipike guri të asaj kohe. Çfarë pamje ka këtej, e rrethuar e gjitha me pyje. Dhe shife ku është vendosur muri mbi çfarë guri, muri kështjellës. Dhe hyrja tu normalisht, wow. Tu duhet jetë struktura xhamisë, sepse e shoh nga minarja, mbetur për gjysmë, dhe shi çfarë guri ka atje sipër. Shife që guri. Deri sipër. Shive dhe lulet. Të ecin e këtë drejtimin këtej për të parë se çfarë ka në fakt. Çfarë mrekullie. Pjesa shumë i rrallë është gjelbrimi, edhe atje në maj fare që ka pjesa tjetër e kështjellës, shive. Është në maj fare. Ndërkohë shif çfarë gjelbrimi që ka në gjithë pjesën këtej.
Janë mure. Në gjitë këtë atje sipër. Është shumë interesante. Që e më e çuditshme është që pas kanë lënë një flamur që duket si flamur arab. Do të thënë i shkruar arabisht, se nuk e di çfarë mund të jetë. Çfarë pamje që pas ka kështjella. Shive deti, poshtë pas ka ca shtëpi spektakolare, pallati Sintrës. Çfarë bukurie. Shive edhe shtëpinë tjetër poshtë. Nuk e di, është një kryevepër. Shife flamuri në gërma arabe. Nuk levi të ngjitesh për. Shumë e çuditshme. Shife dhe pjesa e sipërme. Është një kryevepër. Edhe duhet ecesh në këtë drejtim për të ngjitur lart deri në maj të kësaj pjese të kështjellës. Çfarë pamje që ka kështjella. Shifeni. Ai gjithë pamja është spektakolare, e shekullit të 10 edhe quhet kështjella marokene. Arabët e sunduan të paktën 700-800 vjet botën Gadishullin Iberik, deri në largimin e tyre përfundimtar. Ja të shohim çik më tutje. Ta provoj një herë të ngjis shkallët. Problem këtu. Excuse me. Si është? Ua çfarë strukture guri. Shife. Arabët mbritën fakt në Spanjë, nga Gadishullin Iberik, në Sicili, në Italinë e Jugut, në Maltë, por nuk hyn dot më në thellësitë e kontinentit, pra nuk u futën dot në Francë dhe nuk e kaluan dot Italinë, ndërkohë që nuk arritën dot në Ballkan, vetëm osmanët mbritën në 1400 can. Tash i duhet gjitesh prapë në për. Ua çfarë pamje spektakolare. Shifeni. Ajo është pjesa më e lartë e kalas. Nuk pas ka gjë më të bukur. Gjidem. Ma i fare prapë është dhe muri i templarve. Baroka. Vazhdo ka akoma. Dy rrugë nga Mundilet. Sorry. Oi? E gjithë pjesa e kalas. Dhe gati gjithë fusha e Sintrës.
që kryevepër e gjitha. Edhe më i fare është pjesa më e madhe. Ndërsa mbrapa është Sintra Palace, shive çfarë pamje që ka. Edhe ky është një spektakël në vete.